I veshur me çizmët e tij karakteristike në situata vërshimësh nga uji, kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharemaj, ka dalur që nga mungjesi i ditës së sotme në vendet ku janë shkaktuar dëme të konsiderueshme nga përmbytjet. Ai gjatë vizitës urës së fshatit Peçan tha se vërshimet në këtë komunë kanë përfshirë disa fshatra si Semetishti, Peçani, Studençani, Nepërbishti e të tjera, duke shkaktuar dëme në bujqësi, ndërsa uji, njoftoi ai, është futur edhe në përpodrume të shtëpive. Si shpesheni edhe vetë, domethënë jemi në vend ngjarjes, jemi në fshatin Peçan i vogël, i thonë që lidh Peçanin e madh dhe pjesën e Semetishtit. Kanë filluar dikon pas 5 natë të treshat në komunën e Suharekës, ku jemi në grykën e Semetishtit që vinë qirat nga komuna Malishevës, e përfshin Semetishtin, e përfshin Peçanin e vogël, e përfshin Erstanin, Studençanin, del në fshatin e Nepërbishtit dhe shkon për Mamush. Kjo pjesë ka pas sot më shumë domethënë probleme. Përshëndet që tokat domethënë bujqësore, shumica aty janë në ujë. Mirë, po kohën e fundit kemi probleme në pjesë tjera të fshatit të Suharekës ku kanë filluar të mbushën podrumat me ujë. Kështu që po mundohemi ju dalë ndihmë shtetare aq sa kemi mundësi, mirë po unë apeloj që më nejtë gati sikush para oborrat vetë dhe me ndihmu sa ka mundësi. Kryetari Muharemaj tha se komuna me kapacitetet e saj po mundohet maksimalisht që të menaxhojë me situatën, por për fat të keq kemi numër të vogël të zjarfikësve për menaxhim sa më të mirë të situatës. Në ekipet e zjarfikësat janë sot në terren për orës 6 të mëngjesit, ku kanë mundësi, e kemi edhe një numër shumë të vogël zjarfikësa, me mundësi dhe kapacitetet që kanë, janë të ju dalë ndihmë shtetare aq sa kemi mundësi, mirë po ne apeloj si çdo kusht të jetë afër familjes dhe afër shtëpive vetë. Ndryshe, fshatrat e prekura nga vërshimet janë gjithmonë të rrezikuara nga situata të këtilla, si pasojë e prurjeve të lumenjeve dhe porockave nga të rreshurat atmosferike.